A ke menduar ndonjëherë se çfarë ndodh me të vërtetë në mendjen tënde sa herë që masturbon? Mos u shqetëso. Nuk bëhet fjalë për moralizim apo për atë diskutimin e vjetër për të drejtën dhe të gabuarën. Këtu flitet për diçka shumë më të thellë, më të rëndësishme, diçka për të cilën ndoshta nuk ke reflektuar kurrë. Çfarë të zbulon kjo praktikë intime për veten tënde? Carl Jung, një nga mendimtarët më të mëdhenj të psikologjisë së thellë, besonte se pas çdo veprimi në dukje të thjeshtë qëndron një e vërtetë e fshehur. Dhe po kjo përfshin edhe atë momentin kur je plotësisht vetëm me veten. Nuk bëhet fjalë vetëm për kënaqësi, është një gjuhë, një mesazh, një simptom, dhe mbi të gjitha një pasqyrë. Por çfarë pikërisht thoshte Jung për këtë? Si e interpreton në vetdia këtë sjellje të përsëritur? A je duke ushqyer hijet e tua të brendshme pa e kuptuar? Dhe më shumë se kaq, çfarë thot kjo për dëshirat e tua të pasgjidhura, frikërat, zhgënjimet ose ikjen tënde nga realiteti? Para se të futemi në këtë univers simbolik, psikologjik dhe pse jo ekzistencial, shfrytëzoje rastin dhe abonoju në kanalin ton. Këtu ne shkojmë përtej sipërfaqes dhe kërkojmë përgjigje atje ku pak njerëz guxojnë të shikojnë. Nëse je në kërkim të reflektimeve të thella, sfidave mendore dhe një kuptimi më të mirë për veten, je në vendin e duhur. Merr frym thellë, mbaj këtë mendim sepse ajo që vjen më pas mund ta ndryshojë plotësisht mënyrën se si e sheh veten, dhe gjithashtu se çfarë bën kur mendon se je vetëm. Kur Carl Jung vëzhgonte sjelljen njerëzore, ai nuk shite veprime të izoluara. Për të, çdo vendim, çdo impuls, çdo përsëritje mbante një kuptim të fshehur, zakonisht të groposur në nënvetdije, siç e quante ai. Dhe masturbimi, sado i zakonshëm të jetë, nuk shpëtonte nga ky vështrim simbolik dhe i thellë. Në kundërshtim me mendimin e shumë njerëzve, Jung nuk e dënonte seksualitetin si diçka negative përkundrazi. Ai e shite energjinë seksuale, që ai e quante libido, si një forcë krijuese jetësore që ndodhet në gjithçka që bëjmë. Nuk kufizohet vetëm në seks, por shfaqet në ëndrat tona, në idetë tona, në marrëdhëniet tona, në krijimtarinë tonë. Kur kjo energji rrjedh lirshëm, ajo shndërrohet në art, frymëzim, kuptim. Por nëse shtypet, deformohet ose kanalizohet në mënyrë të detyruar, ajo mund të zbulojë shumë për gjendjen e psikes sonë. Në këtë kontekst, masturbimi mund të jetë një shprehje natyrore e njohjes së vetvetes, por gjithashtu një valvulë për emocione që nuk mund t'i përpunojmë. Pyetja e madhe është pse e bën? A është dëshirë e vërtetë? Kënaqësi e ndërgjegjshme, apo është një ikje, një mbirje përballë vetmisë, frustrimit, mërzisë, frikës? Jung do të thoshte vetë veprimi nuk është problemi. Problemi fillon kur ai bëhet një ritual automatik, i pavetdijshëm, një mënyrë për të shmangur përballjen e vërtetë të brendshme. Mund të duket si një çast i shkurtër lehtësimi. Por ndonjëherë, pas atij lehtësimi fshihet një britme e heshtur nga nënvetdia, një thirrje për të parë brenda. Sa herë ke masturbuar jo nga dëshira e vërtetë, por nga zakoni? Sa herë ndodhi pas stresit, refuzimit, pasigurisë apo boshllëkut të brendshëm? Jung do të na ftonte ta vëzhgonim këtë jo me faj, por me kureshtje. Sepse nuk bëhet fjalë për aktin fizik, bëhet fjalë për atë që simbolizon ai në jetën tënde. Një koncept qendror në mësimin e Jung është hija. Hija është gjithçka që refuzon brenda vetes, fsheh, nuk do ta shohësh. Dhe shpesh, masturbimi i detyruar është një mënyrë për të ushqyer këtë hije. Jo sepse kënaqësia është e keqe, por sepse mënyra se si e përdor mund të fshehë dhimbje, mungesa dhe konflikte të brendshme që duan të shihen. Me fjalë të tjera, ndoshta po shkëmben momente kënaqësie me një largim të thellë nga vetvetja e vërtetë. Po zëvendëson intimitetin e vërtetë me veten, me të tjerët, me jetën, me një cikël të pafund lehtësimi dhe ndjenje faji. Dhe gjëja më e keqe, sa më shumë të ikësh, aq më shumë përpiqet nënvetdia të paralajmërojë përmes ëndrave, krizave, frikës, bllokimeve krijuese, lodhjes së pashpjegueshme. Jung besonte se të injorosh këto shenja është si të lësh një plagë të hapur dhe të sillesh sikur ajo nuk ekziston.
Ajo që fillon si një zakon i padëmshëm mund të bëhet simptom shpirtërore. Prandaj ai gjithmonë na nxiste të pyesim për simbolikën e veprimeve tona, të bëjmë pyetje të pakëndshme, të kërkojmë kuptime më të thella, të zbulojmë domethënie atje ku duket se ka vetëm impuls. Masturbimi, nga kjo perspektivë, nuk është thjesht një veprim biologjik, është një pasqyrë, një reflektim i qartë i mënyrës se si trajtojmë dëshirat tona, mungesat e brendshme dhe të vërtetat tona më intime. Dhe pikërisht këtu thellohet udhëtimi, sepse nëse ky akt zbulon kaq shumë për hijen tonë, çfarë mund të na tregojë për marrëdhëniet tona, për vetvlerësimin tonë dhe për mënyrën se si lidhemi ose shkëputemi nga bota? Nëse masturbimi nga njëra anë mund të shfaqë aspektet e fshehura të hijes, nga ana tjetër ai tregon shumë edhe për mënyrën se si nuk krijojmë marrëdhënie me të tjerët. Carl Gustav Jung besonte se çdo marrëdhënie njerëzore është një fushë projektesh, që do të thotë ne projektojmë mbi tjetrin atë që ekziston brenda nesh, por që ende nuk e kemi njohur apo integruar. Dhe kjo nuk vlen vetëm për lidhjet romantike apo emocionale. Ajo prek gjithashtu dëshirat tona më të thella, impulsin dhe mënyrën se si e kërkojmë kënaqësinë. Kur një person tërhiqet vetëdijshëm apo pa vetëdije në cikle të përsëritura të kënaqësisë së vetmuar, ai shpesh shmang pasqyrën më sfiduese nga të gjitha kontaktin e vërtet me tjetrin. Ndryshe nga fantazia, ku gjithçka është nën kontroll, në jetën reale ka pasiguri, refuzime, konflikte, cenueshmëri. Dhe pikërisht aty ndodhet rritja, por edhe frika. Jung thoshte se tjetri na përball me atë që ende nuk e kemi zgjidhur brenda vetes. Dhe ndoshta pikërisht kjo është një nga arsyet e fshehta pse shumë njerëz izolohen në rutinat e kënaqësisë së vetmuar, sepse është më e sigurt, sepse aty askush nuk të gjykon, nuk të kërkon, nuk të zhgënjen. Por njëkohësisht, askush nuk ndan asgjë me ty, nuk të mirëpret, nuk ndërton asgjë bashkë me ty. Është një flusk kontrolli ku gjithçka është e parashikueshme, por thellësisht e vetmuar. Përsëritja e vazhdueshme e këtij sjelljeje mund të tregojë për një refuzim të pavetëdijshëm të intimitetit të vërtetë. Dhe intimiteti, në kuptimin e Jungut, nuk ka të bëjë vetëm me trupin. Ai nënkupton të lejosh veten të shihet, të tregosh plagët, të pranosh të panjohurën tek tjetri dhe mbi të gjitha, tek vetja, që vetëm përmes tjetrit mund të zgjohet. Në këtë proces shumë vetë krijojnë një ide të idealizuar të kënaqësisë të bazuar në imazhe gjithnjë më artificiale, fantazi dhe stimuj. Problemi, në vetëdia nuk bën dallim mes përvojës reale dhe asaj simbolike. Për psiken, ajo që konsumohet fshehurazi bëhet realitet emocional, dhe pak nga pak, përjashtimi bëhet rregull, fantazia një varësi. Lidhja me botën reale, me prekjen, me shikimin, me ndjenjen dobësohet. Është sikur të këmbejmë rrezikun e intimitetit të vërtet me iluzionin e kontrollit. Sikur të preferojmë të jetojmë në një simulim ku asgjë nuk na sfidon me të vërtet në vend që të përballemi me intensitetin e kontaktit real. Por Jung gjithmonë na kujtonte ajo që shmangim në botën e jashtme, kthehet në formë simptomash të brendshme, vetmi, boshllëk, ndjenja e vazhdueshme që diçka mungon. Të gjitha këto janë pasqyra të një shkëputjeje më të thellë, e cila fillon brenda dhe reflektohet jashtë. Dhe ndoshta pikërisht ky është mesazhi qendror i kësaj praktike të përsëritur që ka pjesë brenda nesh që bërtasin për praninë e vërtetë, që ekziston një thirrje e heshtur për rilidhje me trupin, me shpirtin, me tjetrin, sepse vetëm kënaqësia nuk mjafton, nëse nuk është e rrënjosur në kuptim, lidhje dhe jetë të gjallë. Në këtë pikë del në pa një nga idetë qendrore të psikologjisë së Jungut, integrimi. Jung na fton të bashkojmë të kundërtat dëshirën dhe ndjeshmërinë, kënaqësinë dhe afeksionin, vetminë dhe intimitetin. Dhe kur kjo arrihet, akti pushon së qeni arratisje dhe bëhet ndërgjegjësim i shprehur përmes lirisë së zgjedhjes dhe vetë shprehjes së vërtetë. Por për të arritur këtë nivel ndërgjegjësimi, duhet së pari të kuptosh si lindin impulsat, nga vijnë dhe çfarë duan të tregojnë, sepse një impuls nuk lind nga asgjëja. Ai është përgjigje, simptom, gjuhë.
Dhe kur ti fillon ta deshifrosh këtë gjuhë, para teje hapet një botë e re, një botë ku kontrolli zëvendësohet nga kuptimi, dhe ku kënaqësia nuk është më qëllimi, por fillimi. Deri tani kemi folur për atë që masturbimi zbulon për hijen tënde dhe si lidhet me marrëdhëniet ose me ikjen nga to. Por ekziston një nivel edhe më i thellë ku Jung nafton rënja e impulsit, sepse ajo që e quajmë vullnet shpesh është vetëm një reagim automatik ndaj diçkaje që nuk e kuptojmë plotësisht. Sidomos kur bëhet fjalë për kënaqësinë e vetmuar, është thelbësore të pyesësh çfarë qëndron me të vërtetë pas kësaj dëshire. Përgjigjja pothuajse kur nuk gjendet në trup, por në psikë. Jung thoshte se ne lëvizemi nga imazhe arketipale, simbole që jetojnë në pavetdijen kolektive dhe formsojnë emocionet, sjelljen dhe vendimet tona. Seksualiteti, në këtë kuptim, është i mbushur me simbole të tilla. Ai është një nga format më të fuqishme të shprehjes së shpirtit, sepse prek aspektet më të thella të qenies son: krijim, bashkim, fuqi, cenueshmëri, transcendencë. Kur dikush ndjen papritur nxitjen për të masturbuar, ia vlen të bëhet një pyetje thelbësore: cili imazh i brendshëm po aktivizohet në atë moment? A është vërtet dëshirë seksuale apo është një përpjekje e pavetdijshme për të mbushur një boshllëk më të thellë, më ekzistencial: mërzi, frustrim, vetmi, stres, frikë, ndjenje pa kuptim? Të gjitha këto gjendje mund të maskohen si dëshirë trupore, dhe trupi, që shpesh nuk kupton saktësisht çfarë ndjen, reagon në mënyrën më të drejtpërdrejtë, kërkon lehtësim. Por Jung na paralajmëron lehtësimi nuk është shërim. Kënaqësia afatshkurtër mund ta hesh dhimbjen për disa minuta, por nuk e zgjidh atë që e shkakton. Është si të marrësh qetësues për një plagë që kërkon ndërhyrje kirurgjikale. Funksionon për një kohë, derisa të mos funksionojë më, dhe pastaj impulsi bëhet më i fortë. Cikli përsëritet më shpesh, me më pak kontroll, dhe ndjesia pas tij, që më parë ishte thjesht pak e pakëndshme, kthehet në faj, boshllëk, apati. Në këtë pikë shumë njerëz pyesin veten si ka mundësi që diçka që më sjell kënaqësi, më bën të ndihem kaq keq më pas. Jung do të thoshte sepse ekziston një pabarazi mes vetdijes, egos dhe pavetdijes. Egoja, pra pjesa jonë e vetdijshme, vepron në të tashmen. Ajo kërkon të shmangë sikletin, të gjejë kënaqësi të shpejtë, të shmangë përballjen me dhimbjen. Por pavetdija nuk harron. Ajo ruan çdo gjest, çdo ndjenjë të papërpunuar, çdo model të përsëritur, dhe herët avon, ajo kërkon një përgjigje më të vërtetë. Sfida nuk qëndron thjesht në ndalimin e veprimit, por në kuptimin e asaj që ai simbolizon në jetën tënde. Nga çfarë po ikën? Çfarë po kërkon vëmendje, por ti nuk e dëgjon? Cilat pjesë të vetes i mohon, i fsheh, i refuzon? Kur fillon ti bësh këto pyetje me vetdije, diçka brenda teje fillon të ndryshojë. Impulsi nuk shihet më si armik, por si lajmtar. Dhe një gjë është thelbësore: vetë akti i masturbimit nuk është problemi. Problemi është automatizmi, mungesa e ndërgjegjësimit, përdorimi i këtij akti si mekanizëm mbrojtës kundër dhimbjes së brendshme që nuk është shëruar kurrë. Jung propozonte që çdo energji psikike, përfshirë edhe atë seksuale, mund të transformohet, të sublimohet. Kjo do të thotë ajo nuk ka nevojë të derdhet vetëm përmes kënaqësisë, por mund të drejtohet drejt krijimtarisë, vetdijes dhe ndërtimit të një kuptimi më të madh. Kjo rrugë quhet individim, rruga drejt të qenit, ai që je në të vërtetë. Të integrosh dritën dhe hijen, dëshirën dhe qëllimin, instinktin dhe zgjedhjen e vetdijshme. Në këtë kuptim, çdo simptom mund të jetë një derë, çdo impuls i detyruar një ftesë, çdo dhimbje një portë drejt njohjes. Sigurisht, kjo nuk ndodh brenda natës. Kërkon guxim për të parë nga brenda. Kërkon prani për të ndier atë që fshihet pas përsëritjes, dhe kërkon vullnet për të thyer modelet e vjetra dhe për të krijuar hapësirë për kuptime të reja. Dhe ndonjëherë madje me një forcë edhe më të madhe. Shumë artistë, shpikës, mësues shpirtëror dhe sipërmarrës kanë mësuar në mënyrë intuitive të bëjnë pikërisht këtë.
Ata nuk e kanë mohuar forcën e dëshirës, përkundrazi e kanë përdorur si nxitje për të krijuar, për të vepruar, për të ndryshuar botën. Dhe ti mundesh gjithashtu. Nuk bëhet fjalë për të jetuar në përmbajtje ose për të shtypur seksualitetin, por për ta zotëruar këtë energji në vend që të jesh i zotëruar prej saj. Një mjet i tretë i rëndësishëm është vetë vëzhgimi pa gjykim. Bëhu i zakonshëm të shkruash mendimet dhe ndjenjat e tua në një ditar, veçanërisht në momentet kur shfaqet impulsi. Shkruaj gjithçka: mendime, ndjesi trupore, kujtime, fantazi. Ky proces ja heq fuqinë pavetdijes dhe sjell dritë mbi atë që më parë ishte e fshehur. Ti fillon të dallosh modelet, të kuptosh ciklet dhe të kuptosh se pas dukshëm rastësorës fshihet një logjik e brendshme. Dhe sa më shumë dritë të hedhësh mbi hijen tënde, aq më pak ajo të kontrollon. Jung thoshte nuk bëhesh i ndriçuar duke imagjinuar forma drite, por duke e bërë të vetëdijshme errësirën. Kjo është rruga. Nuk bëhet fjalë për t'u bërë murg, por për t'u bërë një njeri me më shumë vetëdije. Dikush që nuk humbet në impulset e veta, por i kupton dhe i drejton ato me urtësi. Dhe së fundi gjithmonë kujtoje se ky proces është një udhëtim. Nuk ka të bëjë me përsosmërinë. Rrëzime do të ketë. Do të ketë ditë kur do të veprosh sërish automatikisht dhe kjo është në rregull. Nuk ka të bëjë me kur më, por me ta bërë më rrallë, me më shumë ndërgjegje, me më shumë përgjegjësi dhe me më shumë liri. Dhe kur rrëzohesh, gjëja më e keqe që mund të bësh është të zhytesh në ndjenja faji. Faji paralizon. Faji ushqen hijen. Faji të mban në të kaluarën. Ajo që të duhet është prania, dhe mshuri për veten, dhe përkushtimi për të ecur përpara. Çdo impuls është një ftesë. Një thirrje për të parë brenda vetes, për të rritur veten, për të shëruar veten. Dhe kur ti fillon t'i përgjigjesh kësaj thirrjeje me maturi, diçka e thellë në ty fillon të ndryshojë. Kupton që nuk po lufton me dëshirën, por po mëson prej saj. Po udhëhiqesh prej saj. Po e përdor këtë energji për t'u bërë ai që je vërtet. Dhe pikërisht në këtë rrugë të vetë kontrollit fillon transformimi i vërtetë. Sepse ajo që dikur ishte thjesht një çast kënaqësie bëhet forcë e brendshme. Dhe në këtë pikë lind pyetja e pashmangshme: çfarë ndryshon në ty dhe në jetën tënde kur merr kontrollin mbi energjinë tënde? Marrja e kontrollit mbi energjinë tënde është një pikë kthese e thellë, sepse ndoshta deri tani je udhëhequr nga impulsi, nga zakoni, nga nevoja për të lehtësuar tensionin e brendshëm pa e kuptuar origjinën. Por kur fillon të vendosësh me vetëdije se çfarë dëshiron të bësh me energjinë tënde, diçka në ty fillon të piqet, dhe kjo pjekuri reflektohet në të gjitha fushat e jetës. Jung na kujtonte energjia psikike është një. Ajo mund të shfaqet si dëshirë seksuale, agresion, kreativitet, shpirtërore, por në thelb është e njëjta forcë jetësore që pulson brenda nesh. Dhe për këtë arsye kur ti mëson ta zotërosh këtë energji në një fushë, i gjithë sistemi yt i brendshëm riorganizohet, qartësia rritet, fokusi forcohet, vetvlerësimi ngrihet, jo sepse nuk ndjen më, por sepse nuk je më i robëruar prej ndjenjave. Ky zotërim nuk ndodh përmes shtypjes, por përmes drejtimit. Dhe këtu qëndron pika kyçe: çfarë fillon të krijosh kur ndalon së sabotuari veten në heshtje? Sepse në shumë raste, akti i përsëritur i masturbimit të detyruar është thellësisht i lidhur me një vetë imazh të brisht, me ndjesinë e të qenit viktimë e jetës, me ikjen nga përgjegjësi më të mëdha që shkaktojnë frikë. Kur transformon këtë model, lirohet energji për të vepruar me më shumë guxim në botë. Fillon të krijosh, fillon të marrësh nismën, fillon të kërkosh lidhje të vërteta. Fillon të thuash po mundësive që më parë i kishe refuzuar nga pasiguria. Energjia që më parë humbiste në errësirë, tani fillon të ushqejë projektet, marrëdhëniet dhe ëndrat e tua. Është sikur një digë e brendshme të çahet dhe me të shpërthen një forcë e re jetësore, qartësi dhe motivim. Më shumë se kaq, ky proces i rimarrjes së fuqisë personale aktivizon në ty diçka që Jung e quante vetja, qendra rregulluese e psikikës që mishëron potencialin tënd të plotë.
Kur ti shkëputesh nga sundimi I instinkteve të pavetëdijshme, fillon të lidhem me këtë qendër më të thellë. Dhe vetja, ndryshe nga egoja, nuk kërkon kënaqësi të menjëhershme. Ajo kërkon përmbushje. Ajo kërkon zhvillim. Ajo dëshiron që ti të bëhesh I të ri. Në këtë pikë, masturbimi pushon se qeni thjesht një akt fizik dhe bëhet simbol I diçkaje më të madhe marrëdhënies tënde me energjinë tënde krijuese. Ti mund të vazhdosh të masturbohesh, por me një qëllim tjetër, me një vetdije tjetër, nga një perspektivë tjetër. E njeh aktin si pasqyrë të gjendjes tënde të brendshme. Ai bëhet një termometër, jo më një aratisje. Me kalimin e kohës, do të vëresh diçka të jashtëzakonshme, sa më shumë që zhvillon praninë tënde, aq më rrallë ndodh impulsi automatik. Jo sepse dëshira është zhdukur, por sepse është transformuar. Kënaqësia mbetet pjesë e jetës tënde, por tani ajo shoqërohet nga kuptim, zgjedhje, vërtetësi dhe kjo ndryshon gjithçka. Për më tepër kjo qëndrim I ri zgjon diçka edhe tek të tjerët. Kush është I vetëdijshëm për energjinë e vet, rrezaton një forcë të qetë. Ai ose ajo ngjall respekt, interes, besim. Nuk ka të bëjë me pamjen e jashtme. Nuk ka të bëjë me një tërheqje sipërfaqësore. Ka të bëjë me integritetin. Kur ndalon së coptuari veten në ciklet e kënaqësisë së shpejtë, bëhesh I të ri dhe bota e ndjen këtë. Kjo ndryshim ndikon gjithashtu në aftësinë tënde për të dashuruar, sepse seksualiteti I vetëdijshëm është I pandashëm nga afeksioni I vërtetë. Kur çlirohesh nga fantazitë artificiale dhe përsëritjet e detyruara, ti hapesh ndaj një forme më të thellë intimiteti. Fillon të dëshirosh prekjen e vërtetë, shikimin e gjallë, takimin autentik. Dhe në këtë terren pjellor lind dashuria e pjekur, ajo që nuk kërkon për sosmëri, por rritet nga cenueshmëria e ndarë. Jung thoshte se përmbushja është e mundur vetëm kur burri dhe gruaja bëhen të vetëdijshëm për plotësinë e tyre të brendshme. Kjo do të thotë përpara se të kërkosh tjetrin për të mbushur një boshllëk, duhet të shikosh brenda. Të integrosh gruan tënde të brendshme dhe burrin tënd të brendshëm. Të kuptosh dhimbjet e tua, hijet, dëshirat dhe forcat. Dhe pastaj seksualiteti pushon së qeni një kërkim për lehtësim dhe bëhet një festë e takimit mes dy qenieve të plota. Të arriturit në këtë pikë kërkon punë të brendshme, por gjithashtu është një rrugë çlirim nga faji, nga automatizmat, nga tregimet të vjetra që ndoshta nuk e dije as që I mbartje. Dhe mbi të gjitha, është rruga e rilidhjes me atë që është më thelbësore brenda teje, energjia jote krijuese. Dhe pikërisht këtu përballemi me pyetjen më të thellë, çfarë zgjedh të krijosh me energjinë që jeton brenda teje? Sepse kjo forcë e njëjta që dikur e shpërdoroje në ciklet të heshtura, tani mund të jetë burimi I diçkaje më të madhe, më të vërtetë dhe më të qëndrueshme. Dhe pikërisht kjo na çon në fundin e këtij udhëtimi drejt kuptimit të rolit të vërtetë të kënaqësisë, vetëdijes dhe lirisë së zgjedhjes në rrugën drejt njeriut që je lindur të jesh. Tani kemi mbërritur në fundin e këtij udhëtimi I cili, në të vërtetë, është vetëm fillimi I një më të thellë udhëtimit prapa drejt vetes. Në këtë rrugë kemi parë se masturbimi, I shikuar përmes optikës së Carl Jungut, është shumë më tepër se një akt fizik. Ai shfaqet si pasqyrë e pavetdijes, si një pasqyrim simbolik I mënyrës se si merresh me dëshirat e tua, zhgënjimet, frikërat dhe mbi të gjitha me energjinë tënde jetësore. Kemi kuptuar se impulsi nuk është armiku por lajmtari. Ai tregon për diçka që kërkon vëmendje, dëgjim dhe integrim. Dhe gjithashtu kemi parë si shtypja e impulsit, ashtu edhe ndjekja automatike dhe e pavetdijshme e tij janë dy anët e së njëjtës çekuilibër. Liria e vërtetë qëndron në mes në vetdije, në aftësinë për të ndaluar, për të ndjerë, për të reflektuar dhe prej andej për të zgjedhur me më shumë prani. Ti nuk ke nevojë të presësh asgjë nga vetja jote. Bëhet fjalë për integrim. Dhe integrimi do të thotë të njohësh se brenda teje ekziston një fushë e gjerë ku instinkti dhe shpirti mund të bashkëjetojnë, ku kënaqësia dhe kuptimi ecin krah për krah, ku energjia jote seksuale nuk ka pse të fshihet apo të banalizohet, por mund të ushqehet, të nderohet dhe të rafinohet.
Të transformosh mënyrën se si përjeton kënaqësinë, do të thotë të transformosh mënyrën se si e sheh veten në botë. Do të thotë të mos jesh më viktime e dëshirave të tua, por krijues i realitetit tënd. Do të thotë të dalësh nga cikli i fajit dhe shpërblimit dhe të hysh në një cikël të vetdijes dhe zgjedhjes. Dhe kjo ndryshon gjithçka vetvlerësimin tënd, produktivitetin, marrëdhëniet, shëndetin tënd mendor dhe emocional. Jung na mësoi hija ka fuqi vetëm kur mbetet e pavetdijshme. Por kur ti hedh dritë mbi të, kur shikon atje ku më parë ke shmangur shikimin, kur dëgjon atje ku më parë je heshtur, ajo humbet fuqinë e saj dhe bëhet burim force. Sepse pikërisht atje, në errësirën e asaj që dikur e ke quajtur dobësi, gjendet ari i transformimit. Masturbimi nuk ka pse të jetë një tabu. Ai mund të jetë një portë një ftesë për introspeksion, vetnjohje, alkimi të brendshme. Nevojitet vetëm një ndryshim perspektive. Vetëm një pyetje e duhur, çfarë po kërkoj me të vërtetë këtu, dhe nga kjo pyetje hapet hapësira për të dëgjuar përgjigjet më të sinqerta të shpirtit tënd. Nëse ke lexuar deri këtu, është sepse diçka brenda teje është gati për ndryshim. Dhe ky është shenja më e madhe e maturisë, gatishmëria për t'i parë në sy sikletet, jo për të ikur prej tyre, por për t'i kuptuar, për të rritur veten, për t'u bërë i të ri. Sepse në fund nuk bëhet fjalë vetëm për të ndalur një sjellje. Bëhet fjalë për një zgjim për të jetuar më me vetdije, për të përdorur energjinë tënde për të krijuar, për të dashur, për të ndërtuar, për të zhvilluar. Sepse nuk je këtu për të fshehur në qoshet e errëta të psikikës tënde. Je këtu për të shkëlqyer në gjithë intensitetin tënd i vetdijshëm për fuqinë tënde, përgjegjës për rrugën tënde, i lirë të zgjedhësh se kush dëshiron të jesh. Nëse ky përmbajtje të ka prekur në ndonjë mënyrë, abono kanalit, ndaje këtë video me dikë që mund t'i ndihmoj kjo reflektim dhe vazhdo të na shoqërosh në këtë udhëtim drejt vetnjohjes, integrimit dhe transformimit. Deri në kapitullin tjetër të udhëtimit tënd të brendshëm.